Një 57 vjeçar nga rajoni i Puljas përjetoi momente paniku pasi hodhi pa dashje në plera 20 shufra ari me vlerë rreth 130.000 euro. Ngjarja e pazakontë ka ndodhur në zonën bregdetare të Torre Lapillos, ndërsa ari u rikuperua pas një operacioni disa orësh në një landfill mbeturinash. Sipas mediave, burri kishte investuar prej vitesh të gjitha kursimet në ar, të cilin e mbante të ruajtur në një kuti metalike. Në një moment shpërqendrimi ai e hodhi kutin në një kosh plerash buzërrugës duke e ngatruar me mbeturina. Vetëm të nesërmen, ai kuptoi gabimin dhe u paraqit në komisariat për të kërkuar ndihmë. Fillimisht policia dyshoi në vërtetësinë e historisë pasi rrëfimi duke i pabesueshëm, megjithatë pas verifikimit të kamerave të sigurisë u konstatua se 57 vjeçari kishte hedhur vërtet një kuti metalike në koshin e mbeturinave. Problemi ishte se koshi ishte zbrazur dhe mbeturinat ishin transportuar në një landfill. Forcat e rendit u nisën menjëherë drejt landfillit, ku së bashku me punonjësit nisën një kërkim intensiv mes thasëve me mbeturina. Pas disa orësh kërkime, kutia metalike u gjet dhe ari ju rikthye 57 vjeçari. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.